vëllezër, unë dalëm në javën e kaluar me jetën e profetit alayhi salatu vesselam, pikërisht në çastin ku i dërguar i Zotit do të bëjë një ndër veprimet e para të cilat i ka kryer në Medinën e tij. E kemi përmendur për disa herë me radhë që në përzgjedhjen e vendit të xhamisë së pejgamberit alayhi salatu vesselam pra ka qenë totalisht zgjedhje prej të madhnueshmit Allah, i shkarkuar i dërguar i Zotit nga përgjegjësia. Pikërisht aty ku u ul deveja, pra u ndal deveja, aty do të ndërtohej xhamia e pejgamberit alayhi salatu vesselam, aty do të ndërtohej dhe shtëpia ose shtëpitë ose dhomat, hyxherët e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo tokë ishte pronë e dy djemve të cilët ishin jetim. Jetim në fenë tonë islame kush quhet? Quhet ai person i cili e ka humbur babain. Pra jetim quhesh për babë, në mungesën e babait. Jetim quhet ai person të cilit i mungon babai, e ka humbur babai. Dhe ishte e dy vëllezërve, Sehel dhe Suhejl, të cilët ishin në përkujdesjen e Sa'd ibn Zurara. Sa'd ibn Zurara ishte i pari nisëmtar në davet, në thirrjen rrugt të Allahut subhanahu wa taala, dhe i kishte në përkujdesje. Dhe këta dy jetim rridhnin nga fisi Beni Najjar, që ishin dhe dajallarët e profetit ose dajallarët e babait të profetit sallallahu alaihi wasallam. I dërguar i Zotit pra pasi i kërkon këto dy djemt, sepse fisi Beni Najjar i thonë që i dërguar i Zotit, domethënë ajo është sadaka toka. Pejgamberi alayhi salatu vesselam këtu kërkon që djemt të vinë ose të shkojnë tek i dërguari i Allahut. Dhe aty ka biseduar me ta dhe u ka kërkuar që t'u ablej. Edhe djemt, pra kemi dy versione, një të cilin transmeton Imam Buhariu ku thotë se tokën ata e dhuruan, pra edhe pse profeti alayhi salatu vesselam kërkoi ta blinte, ata e dhuruan. Dhe versionin e dytë që ata kërkuan t'ia dhurojnë pejgamberit alayhi salatu vesselam, por i dërguar i Zotit thotë edhe pse insistuan që ta dhuronin, ja ka paguar dhe ja ka bler me plot 10 dinar monedha floriri, shumë të cilën nuk e posedonte, por dhe këtë shumë i amori shokut të tij dhe sahabiut të nderuar Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Çfarë mësojmë pikërisht nga ky fragment ku i dërguar i Zotit alayhi salatu vesselam nuk pranon ta marrë tokën, pra e para është që nuk pranon ta marrë tokën vetëm se ta blej ose ta marrë me hallallik. Është shumë e rëndësishme të dashurit e mi që një vepër e cila bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala të bëhet ashtu siç e kërkon i madhnueshmi Allah. Jo ashtu siç mund të ta ketë ënd aty ose sikurse mund ta mendojsh ti. Ka shumë veprime në jetë të cilat ne i veprojmë, shumë veprime të cilat ne i veprojmë në jetë që e bëjmë në jetë mirën, por kjo e mirë që kemi bërë në jetë nuk justifikon veprimin e gabuar. Pra nëse ti don të japësh sadaka, sadaka ti jep, po sadakaja më e mirë është kush? Puna halal që ti fiton. Pra ti japësh prej halalit. Nëse ti ke shkuar dhe ja ke grabit tjetrit pasurinë, ja ke marrë me të padrejt, ja ke marrë pa halallëk, dhe në të njëjtën kohë kërkon të bëhesh i mirë, të pretendosh se je i mirë dhe të bëhesh i mirë, të veprosh mirë, kjo nuk është e pranueshme tek Zoti i gjithësisë. Ti ndoshta don të bësh një veprim që të qetësojë ty. Një veprim i cili të qetëson ty, jemi dakord. Po ky veprim i cili duhet të të qetësojë, duhet të afrojë tek Allahu, jo vetëm të të qetësojë. Njeriu të nderuarit e mi e ka të domosdoshme veprimin e të mirës. Ndaj nëse shohim edhe njerëzit më arrogantë, edhe njerëzit më mizorë, edhe njerëzit më kriminalë, edhe njerëzit domethënë që ndoshta në jetë nuk kanë njohur kufi, vjen një çast që ja kërkon e brendshme atyre, një thirrje e brendshme i fton drejt të bërit të mirë. Përse? Sepse njeriu e ka të mirën dhe të keqen të instaluar në brendësinë e tij, në shpirtin e tij. Sado që njëra të triumfojë mbi tjetrën, kërkon dhe tjetër, domethënë në një formë apo në një tjetër ta plotësoj pak atë nevojën ose domosdoshmërinë. Ndaj e sheh që një çast
ndoshta edhe një çast dobësie, ai don vetëm të bëjë mirë. Kërkon vetëm të bëjë mirë. Mirë, po kjo e mirë do të cilën kërkon ta veproj, do të kishte qenë më hajrit, edhe nëse do të ishte në sasi të vogël, sasi shumë të vogël, por të ishte konform asaj që kërkon Allahu subhanahu wa taala. Ndaj te pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, Allahu xhalla xhelalu e pëlqen veprën e pakët e cila është e vazhdueshme. Ndoshta nuk është diçka madhështore për të mbajtur mend, po ajo është e vazhdueshme. Allahu të shpëlbej. Ndaj kur flasim domethënë për veprën e pejgamberit tu i dërguar i Zotit na ka dhënë mësim se ajo që bëhet për Allahun duhet të bëhet ashtu siç e don Allahu. Pra Allahu xhallal xhelal në Kur'anin e tij famlar na drejtohet dhe thotë: "Inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir." Me të vërtetë ato xhamit, shtëpitë e Allahut i ndërton ai që e don Allahun, e beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Ai që e beson Allahun, ta besosh Allahun do të thonë një kufiti. Një ku janë kufitet tuaj dhe ku janë kufitet e Zotit. Din se cilat janë ato vepra të cilat të afrojnë me Zotin e gjithësisë. Dhe duke ditur këto vepra din se si ti veprosh ato. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam e para zgjodhi të na jepte mësimin se si duhet ta vepronte, e dyta ase si ta abuzonte. Ata ishin të dy domethënë të vegjël, ishin jetim dhe profeti i Zotit alayhi salatu wasalam i cili thot ana wa kafilu yatimi fil jannati ka hatain, unë dhe për kujdesi ose përgjegjësi i jetimit në xhenet do të jemi si largësia e këtyre dy gishtave. Pra i cili kujdeset për jetimin nuk është ai i cili han pasurinë e jetimit. Nuk është ai personi i cili domethënë me pasurinë e jetimit, me të ardhurat që ka jetimi, ai përpiqet jo vetëm të sistemojë jetën e këtij jetimit, por dhe jetën e tij personale. Pra duhet të kesh frikë Allahun subhanahu wa taala për sa i përket lidhjes dhe relacionit tënd me jetimet në përgjithësi. Në veçanti kur bëhet fjalë domethënë për të marrë hallallahu. I dërguar i Zotit pra nuk u mjaftua vetëm me kaq, por edhe kur këta dy jetim ja propozuan të dërguarit të Zotit këtë vend i cili nuk kishte shumë vlerë për ta. Për çfarë do të thotë nuk kishte shumë vlerë? Nuk ishte shumë i përdorshëm. Për çfarë përdorej xhamia ose vendi i xhamisë së pejgamberit dhe shtëpia e tij e përdornin për thar hurmat. Pra hurmat kanë një fazë që kërkojnë ti thash dhe të thahen në mënyrë të natyrshme. Këtë gjë e bënin pikërisht në këtë pjesë të tokës. E pasi e i dërguar i Zotit, domethënë në negociata e mbyll këtë, duke u dhënë çmim sepse u ka thënë vendosini një çmim. Vendosini një çmim. Madje këtu më kujtohet një ngjarje shumë e bukur në historinë e Islamit për atë i cili viziton Stambollin, një ndër komplekset gjigante që mund të vizitohet në Stamboll është edhe kompleksi Sulejmanie, i ndërtuar nga Sultan Sulejman Kanuni, Zoti e mëshiroft. Kur flasim për personalitetet ndryshme, domethënë mos kërkoni që ata për të cilët flasim të jenë profetë. Janë gabushëm, janë si gjithë të tjerët. Ama me gjithë postin dhe pushtetin që ky zotëri i nderuar kishte, edhe të tjerë, por në rastin konkret ky zotëri i nderuar kishte edhe atë simpatinë, dashurinë për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Frikën nga dita kur do të qëndrojë përpara Zotit të gjithësisë. Dhe zgjodhi Sulejman Kanuni ngarkon arkitektin e shuar, arkitekt Sinanin, Zoti e mëshiroft, që të gjente një vend të volitshëm për të ndërtuar një xhami e cila i shkonte për shtat domethënë një sultani. Stambolli i nderuarit e mi ka 7 kodra, nuk ka male. Pra ato që viziton nuk ka male, ka vetëm kodrina dhe ka 7 kodra. Në çdo kodër të Stambollit ka nga një xhami sultanësh të ndryshe. Se xhami ka shumë, por komplekse sultanësh. Dhe pikërisht në këtë kodër, në një ndër 7 kodrat, ishte edhe kjo kodër ku do të ndërtohej xhamia, ku në një pjesë të kësaj toke, aty ku është ndërtuar domethënë kompleksi i xhamisë, kompleks gjigant, ishte edhe një person ku disa burime thonë se nuk ishte musliman, të tjerë thonë se ishte musliman, dëshira e tij nuk ka shumë rëndësi pjesa se ishte apo çfarë nuk ishte. Islami ja njeh të drejtën e pronës, i cili do prej qytetarëve të tij. Ndaj dhe ishte edhe një person i cili në një pjesë shumë kryesore të kësaj xhamie, domethënë, kishte edhe ai një tokë të tij dhe në këtë tokë që ai kishte, nuk pranonte as ta dhuronte dhe as ta shiste. Mblidhet sultani me
kadiun e tij dhe me myftiun e tij, Ebu Suud Efendiun, rahimahullah, të diskutoj rreth faktit se si duhet veproj me këtë person. Pra i kam ofruar, a duhet ta shpaguaj me zor, as duhet ta shpaguaj me zor. Jo, i thotë Ebu Suud Efendiu, atëherë thotë nuk gjej zgjidhje me këtë person, pra përdor forcën e ligjit t'ja marr. Po dita i thotë, domethënë Ebu Suud Efendiu, për kë do e bësh një veprim të tillë? Thotë për Allahun subhanahu wa taala. Për Allahun. Po kur Allahu thotë nuk pranon për i veprës vetëm se atë që është vetëm për hatrin e tij, domethënë e bën në emër të Zotit ashtu siç e kërkon Zoti. Mirë, thotë sultani, e gjej unë këtë veprim, thotë i hip kalit dhe shkon në drejtim të kësaj shtëpie. Po shkon i vetëm, i pashoqëruar nga askush. Thotë kur shkon, troket domethënë aty deli Zoti i shtëpisë. Thotë, a mund të më presësh, po themi ne sot domethënë për një kafe. Bujër më thotë, duke mos e njohur fare se kush është. Thotë mje, thotë nuk njoh. Thotë unë jam Sultan Sulejmani, u shtank për momentin se me tar domethënë sultani në shtëpi. Dhe vjen një politikan i cili do qoftë i kësaj dite domethënë që ndoshta në poste nuk ka atë pozitën e madhe dhe për momentin shtank. Arsye sepse nuk është shumë e natyrshme tek ne të vizitohemi nga njerëzit të cilët duhet ishin përgjegjës për mbarvajtjen e jetës tonë. Nuk është shumë e natyrshme. Pra jemi mësuar që këta njerëz përgjatë gjithë historisë, që është e vërtetë ti shohim të shkëputur nga popujt e tyre. Dhe nëse është treguesi diçka, është tregues domethënë se sa merak kanë për popujt e tyre. Thotë të kam dërguar njerëz domethënë për të ta blerë këtë copë tokë. Thotë dhe unë do të kam dhënë vendimin tim ose e kam dhënë përgjigjen time që nuk pranoj. Po nëse sultani thotë të lutet, që vetëm mashit, domethënë nuk e negocion fare çmimin, ti vendos çmimin, vetëm mashit, i gjendur thotë në pozitë, ja shet sultanit me një çmim të lartë, domethënë mos mendoni se ishi çmim dhe ai nuk e bënte për çmimin diçka të tillë, ja shet. Dhe sot e kësaj dite xhamia domethënë ka një qetësi kur falesh aty, që do thotë i nderuari im, që ti bësh ballë kohës, duhet ti bësh ballë me hallallik. Ne jemi të gjithë të përkohshëm. Zoti është baki, është i përhershëm. Por ajo që bëhet për të përhershmin duhet bërë ashtu siç e kërkon i përhershmi. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam na dha mësim se kur të nisemi dhe të bëjmë xhami, duhet i bëjmë me pasuri prej hallallit. Jo vetëm që t'i bëjmë me pasuri, t'i ndërtojmë me pasuri prej hallallit, por çdo gjë në të duhet të jetë prej hallallit. Toka e cila dhurohet apo blihet, çrëndësi ka, duhet të jetë ajo prej hallallit, duhet të jetë diçka e sigurt. Edhe namazi të cilin e fal njeriu, kanë thënë nëse dikush falet në një tokë të grabitur, kanë thënë namazi është i sakt, por me gjunaf. Çfarë do thotë me gjunaf, domethënë? Që ne nuk pajtohemi me vepra të tilla, ndoshta ne nuk kemi mundësi të ndryshojmë shumë gjëra, por kemi mundësi të mos i veprojmë shumë gjëra dhe të distancohemi prej tyre. Pra nuk ke ndoshta mundësinë e ndryshimit, po ama mos u bëj palë me të keqen. Ndaj dhe i dërguar i Zotit na dha këtë mësim, dhe na dha mësimin se asesi nuk mund të abuzohet me jetimin. Jetimi duhet i gjendesh në krah. Vallë, a do të abuzonin ata të cilët ishin në krah të këtyre jetimëve me hakun e tyre? Në mënyrë absolute jo. Por i dërguar i Zotit është mësues dhe si mësues, si udhëzues, si orientues, na orienton gjithmonë që kujdesni nga këto veprime, duhet i keni kujdes sot gjatë gjithë jetës tuaj. E merr këtë vend dhe nëse shohim domethënë në burimet historike vrem se aty thotë kishte edhe disa varre të kahershme, të cilat i ka zhvarrosur i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam dhe i ka varrosur dikun tjetër. A lejohet një veprim i tillë? Dikush me drejt do thonë përse pyet për diçka që domethënë përse lançon pyetjen për diçka që i dërguari i Zotit e ka vepruar. Ne po japim se çfarë duhet të veprojmë, sepse këtu mund të kemi dhe arsye tim tjetër, se çfarë duhet veprojmë në përditshmën tonë. Ka njerëz të cilët në varrezat e paraardhësve të tyre apo të afërmve të tyre, ç'është koncepti thotë ai, duhet i kemi gjithë bashkë.
Pra gjyshi është varros filan vend ose stërgjyshi filan vend dhe du t'i afroj t'i kem aty gjithë së bashku ti t'u bëj. Pse me qefe që ka kjo punë, çfarë ke qef ti dhe çfarë kam qef unë? Nuk lejohet vëllai, zhvarrosja e tjetrit pa nevojë nuk lejohet. Do të thënë të tilla arsyetime janë të palejueshme, janë të pajustifikueshme fetarisht. Nëse ka një projekt që me patjetër bjen në një zonë kudo qoftë ajo, lejohet që nëse nuk ka mundësi tjetër, lejohet që ne ta zhvarrosim dhe ta dërgojmë diku tjetër. Po jo me hir, me dëshirë apo pa dëshirën tonë. Nëse është varros diku ku ç'është vërtetë, pronari i vërtetë i tokës është Allahu xhel xhelalu, po themi për një kohë ose për një tjetër i është mohuar e drejta dikujt si pronar. Dhe ai nuk e bën halal për shembull këto ditë, nuk e bën halal në asnjë lloj forme, po edhe në këtë çast domethënë largoje prej aty. Kanë diskutuar dietarët e Islamit po nëse në një xhami është ndërtuar mbi varr, është ndërtuar mbi varreza ose mbi varr, çfarë rëndësi ka? Kanë thënë nëse varri është para xhamisë, pra është më i hershëm se sa xhamia, të lindë drejta ose i lindë drejta pasardhësve të këtij njeriu që është varrosur aty që të kërkojnë prishjen e xhamisë. Ndërsa nëse varri domethënë është futur në xhami, atëherë zhvarroset ose hiqet varri prej aty. Hiqet varri thot prej aty. Në rastin konkret pejgamberi alayhi salatu wasalam domethënë ka zhvarrosur dy varre të cilët ishin shenjë. Pra thjesht ishin shenjë, pra ishin aq të hershëm sa nuk e dinte kush se të kujt janë. Kjo si për të na treguar se një xhami nuk mund të bëhet varr. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam thotë mos u falni në drejtim të varreve. Mos u falni në drejtim të varreve. Dhe gjithmonë kemi parë se gjërat domethënë nuk kanë ardhur kështu kot që në shtete të ndryshme, në vilajete të ndryshme islame ka patur domethënë gjithmonë një koncept ose një kulturë që xhamia ose ndërtohej për bri varrezës, në krah të varrezës, ose me kalimin e kohës ishte edhe në varrezë vetë. A konsiderohej domethënë se po falen në drejtim të varrit? Jo vllai. Ke varr për shembull këtu, po ke jashtë. Po në drejtim të asaj jashtë mund të kesh edhe shumë gjëra të tjera. Ne po flasim në haremin në brendësi të xhamisë. Ka apo nuk ka? Përderisa nuk ka, domethënë në haremin në brendësi të xhamisë, jemi në rregull domethënë me diçka të tillë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam për t'ju larguar diçka e të tillë, për të treguar se mos i shkelni varret, mos u ulni mbi to, pra ka ndalesë në fenë e Allahut subhanahu wa taala, e bëri një veprim të tillë, i zhvarrosi duke i varrosur diku tjetër. Dhe nisi dërguar i Zotit ndërtimin e xhamisë së tij, ndërtimi i cili ka zgjatur vetëm 12 ditë. Pra në vetëm 12 ditë i dërguar i Zotit ka ndërtuar xhaminë e tij. Sa e kishte sipërfaqe në xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Rreth 1000 metër katror. Rreth 1000 metër katror ka qenë ndërtimi i parë. Ka patur një zgjerim në kohën e profetit, më pas kanë nisur zgjerimet me radhë, ku është kjo një temë vete, ku mund të flitet për zgjerimet e 2 haremeve ose 3 haremeve edhe në xhamisë Aqsa. Dhe ka dhënë shembullin duke punuar vetë i pari. Madje, pra xhamia me çfarë është ndërtuar me qerpiç, pra me balt dhe me tulla prej balt ose prej qerpiçi. Mirë po ishin ato format e qerpiçit, domethënë të cilat ishin të rënda, se për ata të cilët janë pak në moshë kuptojnë se çfarë do thotë qerpiçi në kohën tonë moderne është si një tull. Pra një tull ti nuk e llogarit që një burr është duke marrë tull. Pra një burr me zi e mante një qerpiç, që do të thotë që ishte një peshë e kabashme. Ishte shumë i rëndë një qerpiç domethënë. Dhe është para i profeti alayhi salatu wasalam i baltosur, domethënë i bërë komplet me balt, duke bartur qerpiçet, por edhe duke ndihmuar. Dhe i thonte Hamzai radhiyallahu anhu dhe të tjerë sahabë të pejgamberit alayhi salatu wasalam që o i dërguar i Zotit, domethënë ti rri se e bëjmë ne ndërtimin. Ndërkohë që profeti alayhi salatu wasalam i rrinte në kokë asaj pune, jo se nuk u besonte të nderuarit e mi, por duhet t'japësh shembullin.
Është një lloj domethënë si i zoti i shtëpisë, pra kanë një shembull arabët dhe thonë nëse i zoti i shtëpisë i bën dajrës, çfarë do bëjnë familjarët e tjerë? Do kërcejnë. Se s'ka ngel gjë tjetër domethënë. Pra i bën dajrës do kërcejnë. Po kur i zoti i shtëpisë domethënë thotë bëja këtë, bëja atë, bëja këtë tjetrën, pa i vetë nuk lëviz. Shembulli ideal do të jetë që ta japësh shembullin me veprimin tënd. Ndaj në ato që njihet ndryshe si umra e Hudejbijes, i dërguar i Zotit alayhis salam ndalohet nga hyrja në Qabe dhe aty nënshkruan një negociat ose një marrëveshje me kurejshitët ose me idhujtarët e Mekës se do të rikthehet në vitin që vjen. Pra kështu ishte marrëveshja me to. Mirë po, sahabët e tij nuk po i përgjigjeshin në atë që i dërguar i Zotit thonte, sepse u thonte therini kurbanët që keni pas bënë jetë, që keni marrë kurban për t'i bënë jetë, për hir të Allahut, therini. Dhe askush nuk po i përgjigj. Pra therini kurbanët dhe qetheni flokët. Askush nuk po i përgjigjej. Derisa Ummu Selama ose bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam kur e sheh të dërguarin e Zotit të mërzitur, madje të nxehur, e pyet dhe i thotë i dërguari i Zotit çfarë ke? Thotë si mund të bëj hajër një popull që kundërshton të dërguarin e tij? Si mund të bëj hajër? Thotë i dërguari i Zotit, a nuk po jep shembullin i pari? Thotë merre dhe therr ti çfarë ke bën jetë dhe qethi dhe flokët. Dhe kur i dërguari i Zotit e bëri një veprim të tillë, thotë të gjithë ndoqën. Ndaj i nderuarin, vlerësimi i tjetrit nuk është tek fjala jote, por është tek vepra parësore. Ne nuk jetojmë për konsideratën dhe vlerësimin njerëzor, por po themi domethënë për bereqetin dhe i dërguari i Zotit na mëson se si duhet të jetë një lider. Madje është përcjell domethënë në këtë ndërtim se Ammar ibn Yasir, pra shikoni tani, pejgamberi alayhis salam aso kohë është 53 vjeç. Nuk është se është i vjetër, po edhe djalë i ri nuk është. 53 vjeç merr pjesë në ndërtimin e xhamisë së tij, xhamisë muslimanëve, po xhamia i cili do të bart emrin e pejgamberit alayhis salam. Dhe nga një motivim i tillë shihe i thotë se si Ammar ibn Yasir domethënë mbante nga 2 qerpiç, që ishte thuajse e pamundur sepse ishte peshë shumë e madhe. Dhe kur i dërguari i Zotit thonte një nga një, o Ammar, domethënë mos u mundo kaq shumë, thonte i dërguari i Zotit, kam qejf shpërblimin 2 fish. E kam qejf shpërblimin 2 fish. Ky është koncepti i Ammarit. Domethënë. Po shikoni domethënë se çfarë bën lideri. Dhe këtu kemi një detaj tjetër ose një qasje tjetër e cila na jep një mësim shumë madhështor. Në një çast ose Resulullahut nuk i pëlqen puna e shokëve të tij. Çfarë do thotë puna e shokëve të tij? Nuk kemi tani ustallar dhe mjeshtra të një diçkaje. Por njeriu duhet njohi kufirin e tij. Dhe pejgamberi duke mos i pëlqyer mënyra se si e bënin baltën, sot ne i themi llaç sepse ka asortimente të tjera, por dikur ai ishte thjesht balta që do të merrte pjesë në ndërtimin e xhamisë. Thot sheh një ndër sahabët e tij, Talq ibn Ali al-Yamani al-Hanafi, një sahabi i cili ja dinte. Dhe kur e shef i dërguar i Zotit thot lërja një këtij. Kanë një shembull arabët që thot jepja furxhiut hakun e vet, edhe nëse haku i tij është me hëngër gjysmën e bukës. Jepja furxhiut hakun, edhe nëse haku i furxhiut, haku që kërkon është me hëngër gjysmën e bukës. Pse? Sepse ai din me ta bëjë një diçka siç duhet. Ka kërkuar thuhet domethënë ka kërkuar shumë. Nuk e vlerëson dot ti një specialist nëse ka kërkuar shumë apo ka kërkuar pak. E rëndësishme është që ato të cilën ta bëj me profesionalizëm. Dhe profeti alayhis salam i kërkon shokëve të tij që le t'ia lënë këtë punë Talqut ose le ta drejtojë këtë punë Talqut, i cili kishte eksperiencë në këtë fushë dhe u shndrua ndryshe domethënë në një drejtues i punimeve të xhamisë së profetit alayhis salam, e cila u ndërtua në vetëm 12 ditë. Xhamia e pejgamberit e ndërtuar me mure jo fort të larta, nuk i ka patur mure të fort të larta, prej qerpiçi, prej balte,
shtresën e saj e ka patur prej rërës, ose thënë ndryshe dhe prej dheut, e mbuluar nga gjethet e palmës, në shumicën e rasteve ka qenë mbuluar me gjethet e palmës, aty të shfrytzuara dhe trungjet ose trupat e palmës, qoftë për trar, apo qoftë kanë shërbyer domethënë edhe si shtylla për të mbajtur këto trarët e mesit, sepse po them që ka patur një hapësirë prej afro 1000 metra katror, pra nuk është se ka qenë fort e vogël xhamia e pejgamberit alayhis salam. I dërguar i Zotit nëpërmjet ndërtimit të xhamisë, duke qenë se xhamia ishte veprimi i parë të cilin e ndërmori në Medinë, çfarë na tregon? Këtu dhe në raste të tjera, sepse ka patur raste si në rrethimin e zonës së Khejberit, ku i dërguar i Zotit në vetëm pak ditë qëndrimi aty ka ndërtuar xhami. Dhe kudo që shkonte, sado që të ishte qëndrimi i tij i pakët, i dërguar i Zotit ka ndërtuar xhami. Më parë thamë që i dërguar i Zotit maksimumi ka jetuar ose ka qëndruar në Kuba 14 ditë, por në 14 ditë i dërguar i Zotit ndërtoi xhami. Dhe kudo që shkon të ndërtonte xhami, pra për të na dhënë mesazhin ne se gjëja e parë për cilën duhet të kujdeseni në një zonë që dëshironi të jetoni, të zgjidhni për të jetuar, është që xhamin ta kesh aty në lagjen tënde, ta kesh afër, dhe nëse nuk ke, përpiqu vëlla. Në kohët që ne jetojmë dhe në çfarëdo lloj kohe, nëse aty ku ti banon nuk ke, mos u trego domethënë asket i madh, ha se po shkoj diku. Duhet rritet fëmia, Allah, duhet rritet fëmia duke e pa, se ky është nga bereqetet e këtij vendi. Edhe shumë vendeve të tjera, po flasim i vendit tonë. Ndër bereqetet e këtij vendi është se është mundësia ti të dëgjosh ezanin, elhamdulillah. Është mundësia që fëmia të rritet duke e parë xhamin, duke e frekuentuar xhamin, duke prezantuar në xhami. Por nëse nuk do të ketë mundësi, do thosh ti gjithmonë ka larg, se ka larg, ku do të diun. Atëherë aty ku banon, le të jetë organizimi yt dhe përpjekja jote e parë dhe plani i pashmangshëm sigurimi i xhamisë dhe ndërtimi i xhamisë. Dhe këtë bënte profeti alayhis salam në mënyrë të vazhdueshme. Para se të ndërtonte shtëpinë e tij, ndërtoi xhamin. Xhamia i nderuar im nuk ka shumë rëndësi se si është ndërtuar. Do thënë në bukurinë, arkitekturën e saj, apo të ndërtohet në formën më të mirë të mundshme. E rëndësishme, forma më e mirë e mundshme e xhamisë është ndërtohet prej hallallit. Po ndërtu prej hallallit mund të jetë edhe prej balte, mund të jetë edhe prej kashte, mund të jetë edhe prej kallami, nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është që është ndërtuar prej hallallit. E rëndësishme është që misionin e saj e kryen si të tillë. Nuk arrin, thot Zoti xhelel xhelalu, la yanalu Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tek Zoti nuk arrin as mishi, as gjaku i qurbanit, tek ai arrin devotshmëria juaj. Pra, puna e cila bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Ne jetojmë në kohë për shembull që shumë veprime islame në jetë shërbejnë për ta jetësuar fenë. Ndërto është dhe kurbani. Ndërto këto veprime është dhe kurbani. Ka prej tyre të cilët kanë zgjedhur që çështjen e kurbanit ta institucionalizojnë. Pra ta jetojnë institucionalisht, pra ta dhurojmë diku, të merret ai, ta bëjë, ta theri, ta shpërndajë, po nuk është vetëm kaq vëllai. Ti kështu e ke kry, është e vërtetë, ti e ke kry kurbanin dhe inshallah e ke marrë me patjetër sevapin e tij. Po jetësimin ai ke jetësuar? Sa e këndshme do të ishte domethënë nëse për te çdo gjëje në një familje bëhet kurbani, po flasim për dikë që ka shtëpi private, domethënë bëhet kurbani dhe familjarët e shohin ose jetojnë çdo fazë të tij, ndoshta edhe marrin pjesë aty. Pra këtu jetësohet. Kështu dhe xhamia të bën të jetosh dhe të jetësosh shumë gjëra të cilat nuk ti mundson asgjë tjetër veç xhamisë. Ndaj dhe duhet domethënë përkushtimi ynë dhe lidhja jon me xhamin. I dërguar i Zotit na dha shembullin, para se të ndërtonte shtëpinë e tij, ndërtoi xhamin. Dhe pas kësaj ka nisur domethënë me ndërtimin e shtëpisë së tij për krah xhamisë së tij, pra ose dhomave që do i shërbenin si shtëpi, se kur themi shtëpinë e tij, shtëpia e profetit domethënë një dhomë ishte vëllai. Hajt po themi 4x4. Një dhomë ishte. Ndërsa po shtëpi është ajo, edhe 4x4 shtëpi është, po edhe 1000 metra katror dikush tjetër e quan shtëpi. Pra mvaret
ata jep atë që duhet. Çfarë është më kryesorja, domethënë, është me të ofru kënaqësinë, qetësinë, rahatin, me nejt i qetë, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, men bata aminan fi sarbi, muafa fi badani, indahu quta yawmi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Kush gdhin ose ngryset, i qetë dhe i sigurt në banesën që i banon. Do të thonë nuk e rrezikon atë asgjë nga rreziqet që mund ta rrethojnë. I shëndetshëm nuk ankohet nga gjë. Ka për të ngrënë në ditë, në cilën ka gdhir, është si ai që e sundon gjithë botën. Ti mund të kesh materialisht, mund t'i kesh me stifa, por nuk i shijon dot se nuk të lën shëndeti. Mund të kesh sa dush, por nuk ke siguri, nuk bën gjumin e rehatshëm se ke frikë nga çasti në çast. Jo po rrezikohemi në ndonjë sulm, jo po rrezikohemi nga ndonjë vjedhje. Për sa rahat është, domethënë, ai person i cili është i shëndetshëm, nuk ankohet nga shëndeti. Tash nuk ankohesh nga shëndeti, duhet të pajtohesh ose ka ankesa. Kjo pjesa që nuk ankohesh nga shëndeti, ka ankesa dhe ankesa shëndet. Gjithmonë, domethënë, për një sprovë që të ka thënë Allahu xhelle xhelali, falëndero Zotin. Mos thuaj se s'ka më keq se unë, ose më keq nuk ka. Më kujtohet një ngjarje, domethënë, në vendin tonë, ku një person ishte sprovuar me verbëri, ishte verbuar. Dhe një vizitor i cili kalon anës shtëpisë tij i thotë, "O filan, si je?" "Çmë qen," thotë. "Më keq se unë s'ka." Mos thuaj thotë ashtu. Pra Allahu të ka begatuar me mirësi pafund. Po mendoj të gjitha, mos mendo vetëm të keqen. Vallahi tha, mund të bëj çfarë do lloj veprimi para me unë, s'di gjë. Më sjell çfarë ushqimi dush ti unë, nëse nuk e shijoj, domethënë nëse nuk e provoj, apo nëse nuk e nuhas, mund të mvesh çfarë duhesh përpara. Thot nuk ka më keq thot nga ty, jo thot. Po filani thot atë kujtohet një moshatar i vetit, të cilin kishin kaluar jetën pra, derisa ishin plakur. Po thot më kujtohet. Thot po e kish lënë mendjet shkretin, domethënë e kish humbë mendjen dhe dilte lakuriq në rrugë. Të u bestë fillalla thot. Rujna Zot. Jo, alhamdulillah thot, unë jam mirë, me vërtet nuk shoh. Po unë nuk zhvishem. Thot unë jam shumë mirë. Alhamdulillah Allahut, unë jam shumë mirë. Ty thot kam mik. Faleminderit që më erdhe. Se më kujtove ku është rruga. Ndaj edhe kjo pjesa domethënë që i shëndetshëm, ai kryen nevojat e tua vet, a lëviz vet, nuk ke nevojë për askënd, domethënë për të kryer nevojat e tua, po alhamdulillah. Se vjen, domethënë do të vijë një moshë edhe shëndeti normalisht do të largohet. Sidomos domethënë për moshën e vjetër. Edhe ajo do të vijë, do të largohet. E ke pas, do vijë, do të lejë. Po dynjan e ahiretin të shit gjithë. Domethënë gjitha ka pak që të morësh të shumtën që është ahireti pastaj. Kështu që me situatat e jetës duhet pajtohesh me situatat e jetës dhe me shëndetin, por i dërguar i Zotit domethënë në atë që thash, shtëpia e tij që kishte një sipërfaqe shumë të vogël, ama ishte shtëpi nga ku u përhap drita. Ishte shtëpi ku vinte Xhibrili alayhis salam dhe zbriste shpallja hyjnore. Por se si nisi organizimi i jetës në Medinë pas ndërtimit të xhamisë së tij, me këtë inshallah do të ndalemi një javë në ardhshme, ndashtë Allahu xhelle xhelalu, elusin Allahu xhelle xhelalu, Zot na falë na mëshiro, na pajisë Zot me moralit të lartë të Hazretit Muhamedit alayhis salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë dhe na mundëso Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë dhe na mundëso Zot të vdesim me dinjitet e shahadet. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.